Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. 500.000 euro shpërblim për kombëtarin e Kosovës pas fitores me Slovakin. Ministri i Financave Kuran Murati deklaroi se shpërblimi do të jetë gati për miratim të hënën në mbledhjen e qeverisë. Premtimi vjen përmes një postimi në rrjetet sociale. Mirëmëngjes fitues, me kërkesë të kryeministrit, vendimi për ndarjen e shpërblimit prej 500.000 euro për fitoren e mbrëmshme të dardanëve do ta kemi gati për miratim të hënën në mbledhje të qeverisë, shkruan Ministri i Financave i Kosovës. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani përgëzoi kombëtarën e futbollit për arritjen historike. Dardan faleminderit, shkruan Vjosa Osmani. Urimeve i është bashkuar dhe kryeministri Albin Kurti. Urime dardanëve dhe të gjithë shqiptarëve kudo që janë, ky ekip me këta tifoz kanë hapur një kapitull të ri të futbollit tek ne. Loja e shkëlqyer dhe realizimet të sakta do të mbeten të parueshme përgjithmonë, ashtu siç ndëruam dhe triumfuam, aq shumë dëshiruam sa që fituam shumë. Kampionati botror kur s'ka qenë më afër, shkruan Albin Kurti. Urimeve i është bashkuar dhe ambasada amerikane në Prishtinë. Historike, komentoi kryetari i Federatës së Futbollit Kosovës Agim Ademi fitoren e dardanëve ndaj Slovakisë. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Ademi shkruan se dardanët triumfuan në gjysmëfinalen e play-offit për Kupën e Botës 2026 duke bërë një hap gjigant drejt ëndrrës sonë të madhe. Kjo nuk ishte vetëm një ndeshje, ishte dëshmi e karakterit, të sakrificës dhe e shpirtit të pathyeshëm që e mban gjallë këtë kombëtare, shkruan Agim Ademi. Nuk munguan dhe falënderimet për tifozët që ishin të pranishëm në stadium dhe të gjithë popullin e Kosovës. Sulmuesi kombëtares Kosovës, Vedat Muriqi, kërkon që vëmendja të përqendrohet tek takimi i fundit me Turqinë. Ai shpreson në të njëjtën përkrahje nga tifozët për kombëtaren në përballjen e fundit në Prishtinë. Ka vënë përkrahje shumë e madhe se dim cilësitë e Turqisë, është një ekip besoj që më mirë se Slovakia, po edhe na e dim pikat e dota atyre, kështu që do japim maksimumin, do angazhohemi si sot që jemi angazhu, edhe me përkrahjen e tifozëve besoj që ka më qenë pak më lehtë për ne. Në përfundim të takimit me Slovakin, mbrojtësi kombëtares Kosovës, Mërgin Vojvoda, e shikon këtë moment triumfi si një mundësi për të marrë forcë dhe entuziazëm për takimin e ardhshëm me Turqinë. Duhet më shiju si popull, na si lojtar, si kombëtarë, si federat, edhe me marrë energji pozitive për finale. Me ditë që du të me pos humilitet, se me humilitet arrit senet më dhaja, edhe shpresojmë se e fundit inshallah loja në Prishtinë do të na çon në botror. Por Vojvodën, në këtë ndeshje të gjithë kanë dhënë maksimumin duke reflektuar nga ndeshja me Maqedoninë e Veriut. Kena pas shumë dëshirë me jep maksimumin. Mos me pas masane regrete me thonë jo, kishim mujt me bon si çuçi kena pas atëherë kohë me Maqedoninë. Kështu që e kum di që nëse çdo kush e maksimumin e vet, edhe kena mujt me këtë rezultatin me fitu. Festa për kombëtarën e Kosovës ka vijuar dhe pas takimit në dhomat e zhveshjes. Federata e Futbollit e Kosovës ka shpërndar një material nga festa e dardanëve pas fitores ndaj Slovakisë duke kënduar Unë jam Shqipe nga Kosova. Unë jam Shqipe nga Kosova. E kam zemrën sa rrugova. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.